Kandidati për kryetar të komunës Shaqir Totaj, bartësi listës së PDK-s Kujtim Gashi, si dhe kandidat për kuvendar. Mbrëm kanë takuar stafin shëndetësor, të cilët me përzemërsi kanë diskutuar edhe shumë çështje të tjera. Fillimisht para të pranishmëve, kryesuesi i listës Kujtim Gashi ka theksuar se ju jeni pjesa më sensitive e shoqërisë sonë. Dhe fatmirësisht që kemi edhe njerëz të cilët punojnë me sektorin e shëndetësisë pjesë listës, e kemi drejtorin Simir Krasniqi këtu. Edhe ka disa infermierëve që kemi listë, e kemi edhe një doktoresh trej pjesë listës, doktoreshën Dena Gjinoli. Sigurisht që është knaqësi me taku në këtë vend edhe para 5-6 muaj, 7 muaj kur i pas gjatë nacionale. Po ky takim është pak më i veçantë, sepse jemi mbledhur sot këtu për ta përmbyllur një mandat punës të angazhimit të përkushtimit tonë si qeverisi lokale dhe po ashtu jemi në këtë takim për me kërku prapë mbështetjen e juaj edhe për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, për shkak se jemi gjithë dëshmitarë, sidomos sektori juaj, që është një sektor i respektuar, i veçantë, që ka bërë punë të jashtëzakonshme, vazhdojmë me punë baza ditore, po dhe investimet e shumta që janë bën këtë sektor nga ana e kryetarit të komunës, nga ana e drejtorit të shëndetësisë, edhe nga ana e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, prej të pajisjet e deri te objektet. Kandidati Totaj me këtë rast tha se kjo jo vetëm në pandemi, por edhe pas saj ju keni treguar se jeni të palodhur. Tashmë po përfundon pas disa dekadash edhe QKMF2. Mandati i ardhshëm jo që do të vazhdojë me punë të mira, po do të rritet përkushtimi, do të rritet kontributi, sepse po shohim se bashkërisht me punën e juve, me angazhimin e juve, po krijojmë standarde të reja në laminë e shëndetësisë në komuna. Edhe Prizreni, që shkon më ashtu më herët prap, po shkon drejt krijimit standardeve të reja, edhe drejt krijimit një besimi të pacientëve ndaj komunitetit mjekëve. E thash edhe sot, atje këtu bim të lidhja Prizrenit, asnjëherë si publik kërkon të anku që Kosova s'ka mjek të mirë. Që të mund një në ngu që s'ka sistem shëndetësor. Të përurojmë që KMF-2 dhe të krijojë kushte hala më të mira, infrastrukturore, për shkak se ju e dini më mirë se unë se mjekësia pa infrastrukturë, po sidomos pa i përcjell edhe hapin e zhvillimit të teknologjisë nuk mund të bëhen shumë efektive dhe efikase. Prandaj edhe në atë drejtim e kemi parasysh që duhet me dhënë kontribut. Po një element ku du me theksu që është shumë i rëndësishëm e që te i kalon për masat e Prizrenit. Nuk jemi këtu veç për një qytet. Nuk jemi veç për me fitu zgjedhjet në Prizren edhe me thonë nuk kry. Sepse suksesi është një rrugtim, nuk është një destinacion. Qëllimi jonë është për te i kësaj. Qëllimi jonë është që me kriju parakushtet që Kosova mu kthy në rrugë të marrë, sepse me një qeverisje çfarë kemi për momentin nivel nacional, na ka izolu për këtë botës demografike. Derisa drejtori QKMF-s Dr. Fadil Bajraktari pohoi pas interesimit të madh të stafit për këtë takim, është dëshmi se kryetari Totaj do ta votojnë me kënaqësi. Ne punëtorët shëndetësor na intereson vetëm shëndeti. Shëndeti është primar për ne, prandaj edhe të gjithë punojmë në këtë drejtim që besoj që të ndihemi mirë. Popullata jonë ka nevojë për shëndet, për përkujdesje, për nivel cilësisë edhe për ngritje cilësisë sa më efektive. Ne të gjitha këto i kemi përvu kandidatin tonë, do thotë zotrin Shaqir Totaj, është sikur na Sadini kur ka qenë deve dhe i kanë pyet, do thotë sa kam i ka deva, zbret nga deva dhe i numëron. Thotë nuk e ditë na Sadin, thotë jo dashta me dëshmi. Gjithë ne ta përkrahim zotrin Shaqir Totaj, ta përkrahim kandidatit që janë në mënyrë që të gjithë kemi familje dhe një numër kaq i madh besoj që mund të votojmë se taj të shkoj me më shumë se 50% të votave dhe të kalojnë mos ketë nevojë për balotazh. Përfundimi i qendrës së mjekësisë familjare në Korish, ku ajo qendër pra është përuruar dhe është një objekt modern që i plotëson të gjitha nevojat për shërbime sa më cilësore dhe sa më kualitative për pacientët e atij rajoni, pra të fshatit Korish dhe fshatrave përreth. Një projekt madhor
dhe më modern, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Kam pa shumë mjek në vendin tonë të cilët ndoshta edhe ndihen veten të pavlerësuar, gjithashtu edhe punojnë atë shumë, sa që edhe ndoshta edhe nuk i mban shpina, pacientë të cilët e shohen, domethënë mjekun e shikojnë në sy vetëm për një fjalë të mirë, duke shpresuar që diagnoza është e mirë. Po du më ndalë ma shumë edhe tek studentat e mjekësisë, të cilët duke pa shëndetësinë se në çfarë gjendje është, ende vazhdojnë me shpresa që do të bëhet mirë. Mu që po më lënë përshtypje është modestia. Juve ndoshta që doket, po unë e njoh edhe kur u kon student e basketbollist asi, qëtë stil, qëtë qëndrim, qëtë afri me njerëzit, në më thonë, pozita nuk e ka prish në tojza. Në më thonë, nuk ka ndryshu për të keq. Edhe nëse vrejnë disa ndryshime janë veç për të mirë. Po vrejt një vetë mohim ma i malë, edhe vetë sakrifikim për të mirën e populatës. Për kujdesin parsor shëndetësor ka bo shumë punë të mira, i dini ju gjithë, mos t'i cekim prap, i cek edhe drejtori, kështu që për shoqën mbështetje pa fund.